E nisim menjëherë me një fakt që, sinqerisht, është pak sa tronditës. Imagjinoni pak, të humbasësh deri në 80% të funksionit të veshkave dhe të mos ndjesh absolutisht asgjë. Asnjë dhimbje, asnjë sinjal. Është si të kesh një motor makine që ka humbur pothuajse gjithë fuqinë, por nuk ndizet asnjë llampë në pult. Kjo heshtje e bën sëmundjen e veshkave një armik kaq të rrezikshëm dhe të fshehtë. Po mirë, çfarë bëjnë saktësisht veshkat? Mendojeni si filtrat super të fuqishëm të trupit. Çdo ditë, pa u ndalur kurrë, ato pastrojnë rreth 180 deri në 200 litra gjak. Heqin mbeturinat, rregullojnë presionin e gjakut, balancojnë lëngjet, ato janë thelbësore. Pa punën e tyre, trupi ynë do të mytej thjesht nga toksinat e veta. Tani, le të thellohemi pak më shumë në këtë pjesë të misterit. Pse ndodh kjo? Pse veshkat vuajnë pa dhënë asnjë shenjë alarmi? Le të shohim se çfarë fshihet pas kësaj heshtjeje. Dhe ja ku qëndron problemi kryesor. Simptomat shfaqen vetëm kur dëmi është bërë i madh. Gjëra si ndryshime në urinë, marramendje, probleme me frymarrjen, një lodhje e çuditshme, këto nuk janë shenjat e para. Shpeshherë këto janë shenjat që tregojnë se problemi ka avancuar goxha. Në rregull, tani që e kuptuam natyrën e problemit, le të kalojmë tek fajtorët. Kush janë ata? Cilat janë zakonet tona të përditshme që ndoshta pa e ditur fare, po i dëmtojnë këto organe kaq të rëndësishme? Le të identifikojmë 10 kërcënimet kryesore. Le të nisim me 5 prej tyre, të gjitha të lidhura me atë që ham e pim. Së pari, mospirja e mjaftueshme e ujit. Kjo i detyron veshkat të punojnë më shumë. Pastaj, kripa e tepërt, pra më shumë se 5 gram në ditë, i mbi ngarkon ato. Mishi kuq në sasi të mëdha rrit ngarkesën e punës dhe së fundmi, kafeina dhe alkooli, që të dyja mund të rrisin presionin e gjakut dhe t'i vendosin veshkat nën stres. Dhe kjo shprehje e thot më së miri. Problemi nuk është vetëm ajo kripa që hedhim vetë në gjell. Problemi i vërtet është kripa e fshehur tek ushqimet e përpunuara, tek buka, sallamet, ushqimet e konservuara. Ky është armiku i padukshëm që punon kundër veshkave tona çdo ditë. Vazhdojmë me 5 kërcënimet e tjera, që lidhen më shumë me stilin e jetesës. Për shembull, mbajtja e urinës duket gjë e vogël, por lejon bakteret të shumohen. Po ashtu përdorimi i vazhdueshëm i ilaçeve kundër dhimbjes, si ibuprofeni, mund të dëmtojë veshkat. Pastaj kemi duhampirjen, neglizhencën e infeksioneve dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, mungesa e gjumit. Gjatë gjumit, trupi ynë riparon indet, përfshirë ato të veshkave. Mirë, tani që i njohim të dyshuarit, si mund t'i kapim në veprim? Këtu fillon puna e vërtetë hetimore, dhe mjeti ynë kryesor, prova jon numër 1, është një test fare i thjeshtë, por jashtëzakonisht i fuqishëm, analiza e urinës. E pra, çfarë është kjo analiza? Është thjesht një kontroll i plotë i urinës. Shikohet ngjyra, qartësia, përbërja kimike dhe çdo element tjetër mikroskopik. Praktikisht, është si të lexosh një raport të detajuar mbi atë që po ndodh brenda trupit, veçanërisht mbi punën e filtrave tanë. Pra, cilat janë gjurmët që një mjek kërkon në këtë raport? Prania e proteinës, ose albuminës, tregon që filtri po lëshon më shumë se ç'duhet. Glukoza mund të jetë një shenjë diabeti, qelizat e gjakut dhe bakteret tregojnë për infeksion, ndërsa graviteti specifik na tregon sa mirë po i përqendrojnë veshkat mbetjet që duhet të dalin jashtë. Dhe ja ku historia bëhet vërtet interesante. Çfarë ndodh kur hetuesve tan mjekësor u japim mjetet më të fundit teknologjike? Le të shohim se si inteligjenca artificiale po e ndryshon lojën dhe po e zgjidh këtë mister në faza shumë më të hershme. Inteligjenca artificiale, ose AI, nuk është më diçka nga filmat. Në mjeksi, ajo po përdoret për të analizuar sasi gjigante të dhënash shëndetësore dhe për të gjetur modele që syri i njeriut thjesht nuk mund t'i kap. Ajo mund të parashikojë rrezikun e sëmundjes së veshkave me një saktësi vërtet mbreslënse. Kjo diagram mund të duket e ndërlikuar, por ideja bazë është fare e thjeshtë. Shkencëtarët marrin të dhënat të papërpunuara shëndetësore, i pastrojnë, i kalojnë nëpër algoritme të fuqishme dhe në fund këto algoritme nxjerrin një parashikim. Ky proces po shpëton jetë sepse e kap problemin që në rrënjë. Tani, shikojeni pak këtë tabel. Ajo që është absolutisht e jashtëzakonshme këtu është rezultati i modelit Random Forest. 100%, një saktësi prej 100% në parashikimin e sëmundjes kronike të veshkave në të dhënat që janë testuar.
Kjo tregon fuqinë e pabesueshme të teknologjisë për të zbuluar diçka përpara se ne të ndjejmë qoftë edhe simptomën më të vogël. Po mirë, çfarë gjurmësh përdor ky detektiv modern? Pikërisht ato që përmendëm, të dhëna si niveli i albuminës dhe sheqerit, prania e hipertensionit, niveli i hemoglobinës, pra inteligjenca artificiale po përdor të dhëna reale, të matshme, për të ndërtuar këto parashikime kaq të sakta. Pra, duke ditur gjithë këto, pyetja që lind natyrshëm është, çfarë mund të bëjmë ne? Gjëja më e rëndësishme është parandalimi. Prandaj, le të ndërtojmë një plan të thjeshtë me hapa konkret për të mbrojtur veshkat tona, bazuar në gjithçka që sapo mësuam. Ja ku është një plan me 5 hapa fare të thjeshtë. Hapi i parë, pini ujë mjaftueshëm, rreth 10-12 gota në ditë. Hapi i dytë, lexoni etiketat e ushqimeve për të ulur kripën e fshehur. Hapi i tretë, mos i merrni ilaçet kundër dhimbjes si karamele, vetëm kur është vërtet e nevojshme. Hapi i katërt, kujdes me suplementet, mos merrni asgjë pa u këshilluar me mjekun. Dhe hapi i pestë, ndoshta më i rëndësishmi, një kontroll i thjesht vjetor i gjakut dhe urinës, kaq mjafton. Në fund të fundit, e gjithë kjo na çon në një përfundim. Veshkat tona nuk kërkojnë veprime heroike. Ato kërkojnë thjesht kujdes të vogël, por të vazhdueshëm. Çdo zgjedhje e vogël që bëhet sot është një investim i madh për shëndetin nesër. Pyetja që mbetet për secilin prej nesh është, cili do të jetë hapi i parë, sado i vogël, që do të ndërmarrim duke filluar nga sot. Faleminderit.